BE shpall kundërmasat e para ndaj tarifave të Trump hynë në fuqi në 15 prill. Vendet anëtare të BE-s votuan sot në favor të propozimit të Komisionit Evropian për të futur kundra masa tregtare kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas një dokumenti të brendshëm të Komisionit, vendosja e tarifave ka të bëjë me produkte amerikane me një vlerë totale prej rreth 22.1 miliard euro, bazuar në të dhënat e importit vitit 2024, si duhan, motocikleta, çelik dhe alumin. Whisky amerikan hoq nga lista përkatëse pasi Trump kërcënoi me tarifa 200% produktet alkolike nga BE. Propozimi i Komisionit erdhi si përgjigje ndaj vlerësimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mars për të vendosur tarifa për importet e çelikut dhe aluminit nga BE. BE konsideron tarifat amerikane të pajustifikuara dhe të dëmshme, duke shkaktuar dëm ekonomike për të dyja palët si edhe për ekonominë globale. BE-ja ka shprehur qartë prezencën e saj për të gjetur rezultate për negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të ishin të balancuara dhe të dobishme reciproke. Votimi sotëm i miratimit nga shtetet anëtare do të thotë se pas përfundimit procedurave të brendshme të Komisionit dhe publikimit të aktit zbatues, kundërmasa do të hyjë në fuqi. Tarifat do të fillojnë të mblidhen nga 15 prilli. Këto kundërmasa mund të pezullohen në çdo kohë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës bie dakord për një rezultat të drejtë dhe të balancuar nga negociatat. Komisioni kishte hartuar listën e propozuar të produkteve amerikane mbi të cilat u vendosën detyrime hakmarrëse që nga fundi javës kaluar, por Brukseli zgjodhi ta rishikonte listën 2 herë për të kënaqur Italinë, Francën dhe Irlandën. Pasi këto vende anëtare të BE-s po kërkonin urgjentisht që pijet alkolike amerikane të përjashtoheshin nga hakmarrja europiane, pasi përndryshe mund të ndikonin ndjeshëm hakmarrja e tyre verës.